politik në Serbi, i cili ka operu në vazhdimsi dhe vazhdon të operoj në lidhje organike me krimin e organizuar atje, dhe ka treguar një përpjekje perfide që institucionet e shtetit të arrin të kontrollojnë mbase edhe për një kohë këtë revolucion që me sa duket ka fillu të marrë formë brenda Serbisë. Dhe në këtë kontekst, normalisht që Vučić ka tentuar në vazhdimsi, si që kemi pa të zëmë, narracionin e kryekuvendares Ana Brnabić, që përpiqet ta zhvendoste Kosova, të provokoj ndjenjat nacionaliste të serbëve, duke thënë që pamjet e kuvendit Serbis egzojnë Kosovën dhe Albin Kurtin në Prishtinë. Në të njëjtën mënyrë, mendoj që Vučić ka vazhdu të përdor strategjikisht edhe Dodikun në Republikën Srpska, edhe përpjekjet e tij me faktorët evropian aktualisht sa i përket pozicionit të Serbisë sipas stilit të ose asaj strategjisë së viktimizimit të Serbisë, që duke e përdor Kosovën të nxirret edhe për një kohë nga situata në të cilën gjendet. Po të efekt tani? Jo, unë mendoj që jemi në një situatë të cilën duhet të analizojmë në dy plane, Shkodran. E para, ajo që ka të bëjë me ndryshimet gjeopolitike që po ndodhin në botë dhe që normalisht i referohen edhe doktrinës së re të presidentit Trump. Pra, ajo që po ndodh në relacionin transatlantik ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, e që ka të bëjë me relacionin e ardhshëm me Rusinë, për shkak se ju e dini që Dodik në Ballkanin Perëndimor gjithmonë është mundu që ta projektoj veten një farë Putini i vogël këtu. Dhe në rrafshin rajonal duhet të kemi parasysh kursin e vazhdueshëm të Serbisë në kuadër të asaj që quhet bota serbe, për të maksimalizu përfitimet politike kundrejt Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Kosovës dhe aktualisht edhe Maqedonisë së Veriut. Pra, jemi në një situatë kur o do të kemi fundin e planeve, kalkulimeve që ka lufta hibride serbe në Ballkanin Perëndimor, o do të kemi ndoshta një skenar i cili mund të rshas në drejtim të një konflikti të ri, e që pa diskutim nëse i referohemi vizitës e fundit të shefit të NATO-s në Sarajevo dhe Prishtinë, duhet të kemi parasysh që kemi të bëjmë një përgjigje të qartë kundrejt burimit kryesor, faktorit kryesor të destabilizimit Ballkanit, që është Vučić dhe Beogradi. Dhe në qoftë se i referohemi asaj që ka ndodhur me Dodik ndërkohë, unë jam optimist ta shikoj këtë zhvillim si një paralajmërim shumë të vendosur të perëndimit kundrejt çfarëdo skenari destabilizues që mund të ketë Serbia dhe që mund të sponsorizojë Rusia në Ballkanin Perëndimor. Cili do të ishte qëllimi i Rusisë? Do të ishte krimi i hapësirës për shtrirjen e influencës së saj në Ballkanin Perëndimor, duke e minu demokracinë dhe prezencën perëndimore këtu, dhe në anën tjetër cili do të ishte qëllimi i Serbisë, mbase në kuadër të asaj që quhet bota serbe, gjithmonë duhet ta lexojmë drejt që kjo është thjesht Serbia e madhe, janë apetitet ekspansioniste të saj, pra veriu i Kosovës është thënë më së paku, rënimi i Bosnjë-Hercegovinës për të cilën tashmë Dodik po ndiqet penalisht, dhe ndoshta një rikonfigurim i plot me qëllim që Serbia ta konsolidoj veten si shefi i Ballkanit edhe një herë, siç ka qenë në ëndrat e saj nga koha e Jugosllavisë. Ndonë se u raportua se Dodiku ka ikur, mandej u tha se ishte në Izrael. Nuk e di se është këtu apo do të kthehet, por a ka rrezik më shumë që të destabilizohet Bosnjë-Hercegovina me Dodikun brenda apo jashtë? Praktikisht doli ose ikur, realisht ai është i ikur. Mirë, po unë shpresoj shumë që tashmë Dodik është një figurë e delegitimuar në Ballkanin Perëndimor, në qoftë se
kemi parasysh Krish sankcionimin. nëse ka ikur, a i bie që s'ka pasur fuqi dhe s'ka asgjë nga ai? Në qoftë se kemi parasysh sankcionimin